Njihni ndonjë hikikomori? A keni dëgjuar për fjalën hikikomori? Ose çfarë është hikikomori? Ndiqeni këtë material për të mirën tuaj sepse ka të bëjë direkt me ju, me fëmijët tuaj, me dhe të ardhmen e njerëzimit. Kush është rastësisht i bëj like faqes si shihni sërish dhe dëgjojeni me kujdes. Hikikomori, fjalë për fjalë, do të thotë ata që tërhiqen ose ata që qëndrojnë në vetmi dhe vjen nga një fjalë japoneze. Janë të rinj kryesisht që tërhiqen dhe jetojnë komplet në vetmi, brenda dhomës ose brenda shtëpisë dhe nuk dalin kurrë. Ka disa që dalin, ka disa që ato psonisin o bëjnë prindrit, ka disa që o bëjnë të afërmit, mirë po, me kalimin e kohës, kjo bëhet në mënyrë depresive, pra hyn në depresion njeriu, derisa dal nga dal mund edhe të krijojë vetvrasje. Pra, fenomeni hikikomorit është tepër i përhapur kohët e fundit, bile edhe në trojet shqiptare. Kështu që ndiqeni me kujdes. Kush është rastësisht, si gjithmonë t'i bëj like faqe si të shihni sërish, dhe për shembull, në Japoni, në të gjithë territorin e Japonisë, ka miliona. Merreni me mend, vetëm në Tokyo ka rreth 800.000 një gjë e tillë. Pra 800.000 njerëz që jetojnë në këtë forum. Mirë po, në Japoni janë tepër të, si t'ju them, janë, nuk më vjen në shqip tani, janë të qëndrojnë, tërhiqen shumë. Më vinte që të thoshja të tërhequr. Qëndrojnë shumë në vetmi. Pra, nuk është si në vendet e tjera, për shembull, do t'ju them, si për shembull në trojet shqiptare, po të rriqen gjithmonë më shumë të rinjt dhe nëse keni vënë re, nuk të flasin, rrinë për herë aty. Për brit teje, për shembull dhe nëse është djali yt, vajza jote e tjerë, qëndrojnë aty, po nuk të përgjigjen, nuk flasin me ty. Rrinë në vetmi dhe ndonjëherë qëndrojnë me telefon. Janë interaktiv, okay, por jo shumë. Kurse hiperaktivët janë ata që jetojnë jashtë. Pra jashtë shtëpisë, bëjnë çdo gjë, shkojnë, ngacmojnë vajza, djem, apo ku ta diun qoftë për vajza, qoftë për djem, shkojnë për kafenera, bëjnë sport, bëjnë një jetë me një fjalë hiperaktive. Pra ata janë po reduktojnë gjithmonë më shumë, janë pak dhe po reduktojnë gjithmonë më shumë. Kurse hikikomorët janë ata që mbyllen komplet në vetvete dhe qëndrojnë brenda shtëpisë. Qëndrojnë jo vetëm të mbyllur, por nuk duan të flasin me askënd. Bile ka disa që ti edhe po ti marrësh telefon, shikojnë numrin e telefonit aty, e shikojnë që je ti dhe nuk të përgjigjen. Shikojnë aty dhe vazhdojnë duke qëndruar ose duke medituar ose duke folur ose duke komunikuar me kompjuterin dhe nuk u intereson se ti po i merr telefon, sepse për ta nuk është gjë e rëndësishme. Pra nuk japin rëndësi asgjëje sepse po shkëputen nga shoqëria. Dhe dini se çfarë problemi është ky? Ky është një problem që po prek gjithë botën dhe sa afërmi, shumë shpejt, deri nga viti 2050, do largohen gjithmonë më shumë. Të rinj po flas. Kjo është që prek moshat kryesisht të rinjve, por deri në moshën 40, edhe ndoshta edhe më shumë. Ka patur raste edhe më shumë, edhe 45 vjeç. Sepse vijnë gjithmonë nga një situatë e tillë, pra nga një tërheqje, qoftë familjare, po qoftë edhe shoqërore. Disa nga këta kanë patur edhe probleme me shokët, me miqt, dhe kjo bëhet me kalimin e kohës, vazhdon dhe thellohet. Sepse në vend që të ketë një diagnozë për t'i ndihmuar, sepse nuk ekziston një diagnozë, e vetmja mënyrë është që vetë shokët dhe shoqet të një vajze apo të një djali ta tërheqin dal nga dal duke e ofruar në shoqërinë e tyre që ai të shkëputet, ose ajo të shkëputet. Por është tepër e vështirë. Është vënë që është tepër e vështirë. Bile shumë prej tyre shkojnë tek psikologët dhe psikologët thonë të njëjtën gjë. Pra nuk mundet që ai vetë të dali nga situata. Bile ka patur raste që këta janë lidhur fort me psikologët. E quajnë psikologun ose psikologën si nënën apo babain e tyre, sepse nuk shikojnë gjë tjetër, shikojnë vetëm atë. Dhe shkojnë atje, po nuk zgjidhin gjë. Pra efekti hikikomori po prek gjithë botën.
sepse shumë shpejt, për pas vitit 2050, mund të kalojmë në një status krejt ndryshe, që njeriu, sepse si që keni vënë re, që nuk do rrimë më në bashkësi. Për shembull, familjet nuk ekzistojnë më. Nuk janë më si më përpara. Familjet më përpara ishin kompakte. Çdo gjë bëj në përgjithësi, pra të gjithë punonin për të gjithë, për gjithçka në atë familje. Kurse sot familjet janë të shpërndara, secili bën çdo gjë bën për veten e tij. Pra nuk e bën për familjen, por e bën për veten e tij. Bile ka disa familje në vendet e zhvilluara, disa, jo të gjitha, që gruaja jeton për veten e saj, burri jeton për veten e tij dhe takojnë në darkë, në shtëpi. Bile edhe marrëdhëniet bëhen me letra. I lë një letër pas një jave, një muaj do e bëj me llogari. E di, ne na duket për të qeshur, por do vi një ditë që atyre do të duket për të qeshur në këto diskutime që bëjmë ne këtu. Kështu që familjet, siç ju thash, nuk ekzistojnë më dhe pikërisht për këtë, sepse nuk është vetëm ata që janë pas, që po bëjnë ç'është e mundur me fjalë që ta shkëpusin mes njëri tjetrit, sepse ti duke marrë problemet në vetvete, pra duke qenë probleme vetjake dhe jo në përgjithësi të gjithë familjes, pra pa të ndihmuar familja ose shokët, miqt apo një vlla, një bashkëshorte apo bashkëshort, në këtë mënyrë ata mund të eliminojnë më shpejt dhe mund të vjedhin më shpejt, sepse ti nuk ke mundësi që të ruhesh, nga kush do ruhesh, sepse nuk ke mbrojtje. Kështu që nuk është vetëm kjo, pra nga ata që kanë projektuar çdo gjë, por është edhe nga të gjitha projektet dhe sistemi që të kanë krijuar që ti je i detyruar. Në një farë mënyrë je i detyruar, vini një re. Pra, po punohet në përgjithësi, përveç se njeriu, duke qenë, po punohet përgjithësi me fjalë që të gjithë jenë të shpërndarë, pra hikikomori, por në përgjithësi është edhe rritja e popullatës, sepse sa më shumë njerëzim ka dhe aq më e vështirë është që të kesh shoqëri. Nuk është më si dikur. Nuk është më si që ne njihnim njëri tjetrin, mbani mend në kohën e monizmit, njihnim njëri tjetrin dhe të ishin në qytet, njihesh gjithë qyteti. Gjithë qyteti njihte njëri tjetrin. Dhe çdo gjë që ndodhte e dinte gjithkush. Kurse sot ka një rrëmuj, si mund të themi, të madhe dhe pikërisht pra është kryesisht sistemi dhe është edhe popullata që po shtohet gjithmonë më shumë. Se po t'i vini në fshatat e vegjël për shembull, këto gjëra ekzistojnë akoma, ato që dikur njiheshin me njëri tjetrin dhe sot njihen. Pra vazhdon që të jetë kështu. Dhe sidoqoftë edhe në fshatar po reduktohet. Pikërisht pra sepse njerëzit po mundohet që t'i shkëpusin nga njëri tjetri dhe njeriu do shkëputet nga njëri tjetri. Pra, nëse në familjet tuaja keni apo miq apo shok keni njerëz të rinj që janë hikikomori ose që mundohen që të jetë ose rrin vetëm, unë ju këshilloj që të mundoheni që t'i afroni sa më shumë. Pra, e di që është tepër e vështirë, por t'i afroni sa më shumë që të rrin me miqt, me shokët, me vëllezërit, me familjarët, sepse vetëm në këtë forum, në efektin domino, pra njëri pas tjetrit, do ndihmojnë njëri tjetrin dhe do ndihmojmë njëri tjetrin. Dhe kjo do bëj që të paktën të mbijetojë shoqëria me ato parametra që ishte dikur, të mbijetoj sa më gjatë, sepse do vi një ditë që do bëhet kjo. Është e detyrueshme, sepse zhvillimi, përveç kësaj, zhvillimi bën, përveç gjithë atyre që thash, edhe zhvillimi bën punën e vet, sepse tani jemi më mirë se dikur, pra jemi më mirë ekonomikisht, edhe fizikisht, dhe kjo bën që ti të mbyllesh në vetvete. Sepse thua nuk dua të kem probleme, unë rri jam mirë, dikur për shembull punonin për një copë bukë, kurse sot ka teknologjia bëri punën e vet dhe zhvillimi bëri që secili të jetoj mirë, pra jeton më mirë njeriu sot se sa dje. Dhe kjo ka bërë që të shkëputet nga njëri tjetri dhe nga shoqëria. E di që duket paradoksale, por po t'i vini re, është e vërtet. Kështu që do të dëshiroja një komentin tuaj nëse njihni hikikomori ose këta njerëz që shkëputen nga shoqëria dhe nëse keni në familjet tuaja. Dhe do të dëshiroja një komentin tuaj që duke diskutuar së bashku të ndihmojmë aq sa mundemi. Ju falenderoj dhe kush është rastisht i bëj like faqes që të shihemi sërish. Ditën e mirë.